Demokratët janë rikthyer këtë të hënë para kryeministrisë në foltoren e tretë para zyrës së kryeministrit Edi Rama. Në protestë morën fjalën qytetarë dhe deputet, ndërsa Tubimi, i cili zgjati për rreth një orë, u përmbyll me fjalimin e kryedemokratit Sali Berisha, i cili paralajmëroi se do e lëshoj sheshin vetëm kur të shpëtoj Shqipërinë nga ajo që e cilësoi banda e Edi Ramës. Koha është e jona. Këtyre u ka ikur koha. Koha e tyre është një kohë e zezë dhe këta duhet shkojnë për veprat e tyre të zeza që u kanë bërë shqiptarve. Edi Rama kërkon të mbrohet të diktoj gjykatës kushtetuese, por unë garantoj se vendimet të diktuara të gjykatës që po bën ti do t'i paguash shumë shtrejt. Nuk pret Shqipëria. Nuk kemi ne ata që do presim nga një prokuror apo një gjykatëse shpëtimin. Jo, shpëtimin do ta presin shqiptarët nga ne. Ne jemi shumë, do t'jemi dhe më shumë. Dhe nuk heqim dorë gjerë në largimin e Edi Ramës nga qeveria. Kemi hyrë betejën vendimtare. Demokrat. Kjo është betejë vendimtare. Me Edi Ramën nuk shkojmë kurrë në zgjedhje. Zgjedhje dhe votën s'ja falim kur. Të hënën tjetër përsëri këtu. Dhe çdo të hënë do ta nisim javën me betejë. Dhe nisja javës me një betejë kundër kryehajdutit kombit të gjitha kohave është fati javës. Është rruga drejt fitores. Dërgimi në kushtetuese të vendimit të GJKO-s për pezullimin e Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, si dhe komentet e fundit të Ramës ndaj procesit në gjykatën kushtetuese, Berisha i lexoi si sulm ndaj kësaj të fundit. Edi Rama ka 2 ditë. Ka humbur çdo gjë. Dhe në një përçartje të neveritshme del me në mbrojtje haptas. Po mbroj ministrën, nuk po mbroj Lubin. Po mbroj kryeministrin, nuk po mbroj Edvinin. Po të dy një hajdut, ku ka hajdut si ju am të apo? Kuj do t'ja shestisht i këto? Po t'ja atë që i bën kundër gjykatës kushtetuese. Fakton se ti e hajduti kryesori i kësaj afere. Do pranojmë ne të vazhdojmë të vidhemi në një kusar që s'ka sinore morale, që kërkon dhe vendimin e gjykatës ta bllokoj. Apo s'do t'i ndahemi ati gjerë ditë e fundit të largimit nga pushteti. E dyta është misioni ynë. Kryedemokrati u ndal edhe te buxheti për shëndetësinë, duke thënë se është ulur me 500 milion euro, ndërsa sipas tij janë vjedhur 90% të gjitha fondeve për punët publike. Këto ditë ka sjell në parlament buxhetin e shtetësisë. E rrita thot. E vërteta është se krahasuar me vitin 2013 buxheti i shtetësisë është ulur të pakten me 500 milion euro. A ka sot hall më të madh për shqiptarin se sa të smuret? Erdhi koha të themi Zoti e shpëtoft nga spitalet. Vjedh me bandën e tij 90% të gjitha fondeve për punë publike. Sipas Berishës, shqiptarët e presin shpëtimin nga demokratët, të cilët tha se do të largojnë Ramën nga pushteti.